Nismo. Derisa janë në përvendet të gjithë deputetët, atëherë po fillojmë me seancën. Të nderuara deputete, të nderuar deputet të legjislaturës nëntë, kam nderin dhe kënaqësinë që mbështetur në nenin 9.1 të rregullorës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, unë Avni Dehari, në cilësinë e deputetit më të vjetër për nga mosha në legjislaturën e 9, të kryesoj seancën konstitutive të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të dalë nga zgjedhjet e rregullta për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtura me 9 shkurt 2025 deri në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit.
Në kryesimin e seancës do të më ndihmoj deputetja më e re nga mosha, zonja Sala Jashari. Me këtë rast, më lejoni që në fillim t'ju dëshiroj mirëseardhje dhe punë të mbarë të gjithë deputeteve dhe deputetëve të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Njëkohësisht, kam kënaqësi të veçantë që të përshëndes dhe të dëshiroj mirëseardhje mysafirëve të nderuar. Zëvendës ambasadorit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Roland Hill. Shefit të zyrës së BE-s në Kosovë, përfaqësuesi i posaçëm i BE-s, ambasadorit Ivo Orav. Ambasadorët e vendeve mike të akredituar në Prishtinë dhe të gjithë të ftuarve të tjerë të pranishëm në këtë seancë konstituive, si dhe mediave që po e përcjellin këtë seancë. Të nderuara deputete, të nderuar deputet. Kryetari i Kuvendit i Legjislaturës 8, në mbledhjen e përbashkët me kryetarët e subjekteve politike që kanë fituar vende në Kuvend të mbajtur më 8 prill 2025, ka bërë përgatitje për mbajtjen e seancës konstituive të Legjislaturës 9 të Kuvendit, të thirrur nga Presidentja e Republikës Kosovës, shkëlqësia e saj zonja Vjosa Osmani Sadriu. Rendi i ditës për seancën konstituive të Legjislaturës 9, i cili është shpërndar deputetëve së bashku me materialet përmban. 1. Formimin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit të debat. Seanca konstitutive përfundon me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe të nënkretarëve të Kuvendit. Ndërprerjet gjatë seancës konstitutive nuk mund të jenë më të gjata se 48 orë. Procedojmë me pikën e parë të rendit të ditës. 1. Formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve. Dhe të mandateve. Ky komision duhet të shqyrtoj dokumentacionin përkatës për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mbajtura me nënën shkurt 2025 dhe Kuvendi do të jetë nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje me numrin më të madh të deputetëve. Ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj. Faleminderit i nderuar kryesuesi i seancës konstituive, të nderuar deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës, në emër të grupit parlamentar propozoj deputetin Artan Abrashi që të jetë antar njëherët edhe kryesues i Komisionit për verifikimin e kuorumit të mandateve. Faleminderit. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Partisë Demokratike të Kosovës, PDK, që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Faleminderit kryesues, të nderuar kolegë deputet, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Faleminderit shumë kryesues i seancës, të nderuar kolegë deputet, të nderuar përfaqësues të mediave, shfrytëzoj rastin që në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të uroj të gjitha grupet parlamentare, të uroj të gjithë deputetët të zgjedhur dhe me shpresën që do të kemi një legjislaturë të frytshme në funksion të mirëqenies së Republikës dhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Për Hvala predsjedavajući, poštovani predstavnici. U ime Srpske liste predlažemo za člana komisije gospodina Branislava Nikolića. Hvala. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e AK-s, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, nisma socialdemokrate, konservatorët, intelektualët që ta propozojnë një deputet për antar të komisionit.
Nderuar kryesues, të nderuar deputet, në emër të grupit të Aleancës Nisma propozojmë zonjën time Kadrije. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Kosova Demokratik Tyrk Partisi që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Faleminderit kryesues, Kosova Demokratik Türk Partisi adına Fidan Brina Zhultay öneriyor. Teşekkür ederim. Faleminderit. Subjektet në vazhdim përfaqësohen me nga një deputet, të cilët do të jenë edhe antar të komisionit. Demokratska Stranka, Emilia Rexhepi. Za Slobodu Pravdu i Opstanak, Nenad Rashić. Koalicia Vakat, Rasim Demiri. Partia Liberale Egjiptiane, PLE, Veton Berisha. Dhe 15 Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, Albert Kinolli. Falni, shërbimi i deputetëve vërteton se në sallë janë të përkohshëm. Kush është për? Kush është kundër? Nuk ka asnjë kundër, me sa po shihet. Kush abstenon? Ftoj kryesuesin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve, deputetin Artan Abrashi, që ta paraqesë raportin. Ftoj komisionin që të takohet më njëherë në sallën numër 10 dhe pastaj kuvendit t'ja paraqesë raportin. Për afërsisht 15 minuta duhet të zgjas pauza, pushimi.